Ismet, qa po pëjmë këtu? Këto djali ka qef këshu, makarona me domate e mishtat. A i ka qef djali që të gatuj shpesh, apo thjesht ti ja imponon djali? Këte përgjigje, ke qef gatush? Pa. Po ky ka i gjo, tja të regojmë. është qik gjelos, se me më shumë Inesi. Ato e si të shpar Inesi, para. Të ndimon ty apo Inesi? Mo. Ty? Se është më i vogël, Inesi e kam sutën, ja? A ke qef bëhesh si babi kur të rritesh? Pa. Kush është ushqimia ty preferuar? Kë gatun më mirë? Ky makaron. Spaghetti. Spaghetti? Ja, në spaghetti ka. Ka qef spagetit. Ismet, sa herë gatuan me djalin, domethënë, ose dhe me Inesin? Sa Që ori? racionalitet që e djel, jam që po kushton shumë fëmijëve. Edhe bëjmë shumë receta, për shembull. Dje, ma mend që kena bërë dje, Adi? Ha, tregoja. Kena bërë mish dje. Me do bashkë. E kanë qef Ismet fëmijët, e kanë qef gatuajnë? Po. Tani, ku jam me mua, ka ky vetë tani, unë sa bërë një lasagna shpar me Inesin, bëm bile s'po të provoj që do. Provoj me dorët e tu e kapi copë, s'ka gjë, si shpisi e i buk mizri me presh, o me pras. Si në kone Po, e bëm. parve tanë? Po e bëjmë kështu, edhe ky erdhi natë pse bëra unë me Inesin lasagna, do të bëj edhe unë. Është kështu e vërtetë atë? Ta unë do, po ky kaq unë nuk i përkushtoj shumë me gjëra të rënda, për shembull. Adin e di që bën me mishin, me makarona. Çka ke qef të bësh ti? Siç ka Inesi për shembull atë kioskën e akullores, ç'a do të bësh ti? Guzhinier. Do hapësh një dyqan mishi, ç'a do bësh? Kuzhinier? Kuzhinier. Po. Ja ta bëjmë mirë tani, më e babi tani. Kuzhinier si babi apo më Përzie, zoti se vazhdo. babi? Më i mirë se babi prej. Do bosh më i mirë se babi?